Taip Pieranici, një nga emrat e njohur të sportit shkodran dhe më gjër, ishte personazhi i emisionit Histori Sportive, transmetuar mbrëmjen e së premtes në RTS Shkodra, me një karrierë të gjatë mbi 40 vite në fushën e futbollit. Krahas futbollit të luajtur, pjesën kryesore Pieranici e ka në profilin e trajnerit, më pas edhe drejtuesit të klubit dhe sidomos në mirë menaxhimin e klubit të futbollit Shkodra, aty ku kanë dalë emra të shumë talentesh, të cilët krahas vllaznisë kanë furnizuar kategorinë superiore, ekipin kombëtar si dhe klube të njohura europiane. Kam filluar karrierën time fillimisht si sportist me 30 vllaznisë dhe pastaj në role drejtuese. Jetësia në sport për 40 sa viteve pa ndërprerje, kjo është pa ndërprerje, është për mendimin tim është që e lidh pasioni, dashuria. Shumë miq të mi, shokë të mi gjatë rrugës kanë ndryshuar profesion. Unë asnjëherë s'pa shku menja t'i largohem fushë futbollit, profilit futbollit. Ka qenë diçka që u dashurova qysh herët, ndoshta edhe ndërprerja ime nga fusha futbollit si futbollist ma imponoi të marr drejtimin e drejtuesit, trajnerit, mësuesit, dhe ajo ndoshta më lidhi aq shumë sa më bani pjesë të jetës sime për 40 sa vite, mos shkputem pas një moment nga fusha e futbollit. E veçanta e Taip Pieraniçit ka të bëjë me atë që gjatë viteve të fundit bashkëdrejton klubin e futbollit Shkodra së bashku me djalin e tij, Rudi Pieranici, i licencuar në kategorinë e trajnerit UEFA Pro, rezultatet të cilit janë shumë cilësore.